Artisti i njohur kosovar Besart Kelmendi, i cili për publikun njihet më së shumti me emrin e Artit Gjesti, është ndaluar nga policia e Kosovës pas një aksioni të papritur që është zhvilluar gjatë pasdites së sotme në kryeqytetin e Prishtina. Lajmi ka ngjallur menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në mediat online, pasi bëhet fjalë për një nga emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare në vitet e fundit, sipas informacioneve paraprake. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:00 në rrugën Mehmet Isahi, ku patrullat policore kanë ndaluar këngëtarin për një kontroll rutin. Gjatë verifikimit dhe kontrollit fizik, zyrtarët policor dyshohet se kanë konstatuar se ai posedonte një armë zjarri për të cilën nuk kishte autorizim apo leje të rregull. Pas këtij konstatimi, policia ka ndërhyrë menjëherë duke e shoqëruar artistin në stacionin policor për procedura të mëtejshme hetimore, në një njoftim zyrtar të bërë publik nga Zyra për Informim e Policisë së Kosovës. Bëhet e ditur se i dyshuari është marrë në pyetje nga hetuesit lidhur me prejardhjen e armës, mënyrën se si ajo kishte përfunduar në posedimin e tij, si dhe arsyet pse po e mbante atë pa dokumentacionin përkatës. Autoritetet kanë theksuar se rasti është trajtuar në përputhje me procedurat ligjore në fuqi dhe se çdo veprim është ndërmarrë në koordinim të plot me Prokuroria e Shtetit, pas konsultimeve me prokurorin kompetent. Është marrë vendimi që Besart Kelmendi të dërgohet në mbajtje për një periudhë prej 48 orësh, kohë gjatë së cilës pritet të zhvillohen edhe veprime të tjera hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Brenda këtij afati, prokuroria pritet të vendosë nëse do të kërkojë nga gjykata caktimin e ndonjë mase më të rëndë sigurie ndaj tij. Ndërkohë, hetimet vijojnë me intensitet për të zbardhur të gjitha detajet që lidhen me këtë incident, përfshirë edhe verifikimin e plotë të armës së sekuestruar dhe të çdo prove tjetër që mund të ndihmojë në sqarimin e çështjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.